Pse gratë flenë më keq se burrat dhe shkenca që fshihet pas kësaj pabarazie. Nëse jeni grua dhe keni ndjesinë se kur nuk flini mjaftueshëm, nuk jeni vetëm. Hulumtimet time tregojnë se ky nuk është thjesht perceptim, është realiteti dokumentuar shkencërisht. Gratë flenë mesatarisht më pak se burrat, zgjohen më shpesh gjatë natës dhe kanë shumë më tepër vështirësi për t'u rikthyer në gjumë. Por çfarë shkakton këtë dallim dhe si mund të ndryshohet? Numrat që tregojnë të vërtetën. Gati gjysma e grave, 49%, flenë më pak se shtatorët e rekomanduara çdo natë, krahasuar me 41% të burrave. Gratë kanë më shumë gjasa të zgjohen çdo natë dhe gjithashtu qëndrojnë zgjuar deri vonë me frekuencë më të lartë. Ndërkohë shkenca thotë se gratë kanë nevojë biologjike për më shumë gjumë se burrat, paradoksi plot. Fëmijët, kur lumturia kthehet në lodhje kronike. Ndryshimi më i madh midis gjinive shihet tek prindërit e moshës 25-44 vjeç. Shumica e grave me fëmijë raportojnë se flejnë më pak se shtator, ndërsa burrat e të njëjtës grup mosh flejnë rreth 30 minuta më shumë çdo natë. Ndoshta kjo shifër duket e vogël, por studimet tregojnë se edhe shtimi i gjysmore gjumë nate ul ndjeshëm lodhjen, stresin dhe rrit performancën mendore. Ajo që e bën situatën edhe më të mpret është kur zgjohet natën, dyfish më shumë gra se sa burra çohen për të kujdesur për fëmijët apo anëtarë të tjerë të familjes. Bara kujdesit mbetet ende kryesisht mbi supet e gruas. Hormonet, armiku i padukshëm i gjumit femëror. Gratë kalojnë nëpër ndryshime hormonale ciklike dhe të përhershme që burrat thjesht nuk i përjetojnë. Sindroma premenstruale. Prek gjumin e rreth 1/4 së grave të reja, shtatzania sjell ndryshime të thella trupore dhe menopauza, faza ku ndodhin rënje drastike të niveleve hormonale, prish gjumin e mbi gjysmës së grave të moshës 45-54 vjeç, duke shkaktuar valet e nxehtësisë dhe zgjime të shpeshta natën. Mendja e zënë. Dukuri tipike femërore. Mjek të specializuar në gjumë vërejnë se gratë shumë shpesh vuajnë nga ajo që quhet mendja e zënë. Zgjohen mes të natës dhe fillojnë të mendojnë lista detyra, shqetësime, përgjegjësi. Gratë kanë më shumë gjasa të raportojnë se ankthi dhe depresioni u prishin gjumin krahasuar me burrat. Streset sociale dhe pritshmëritë kulturore luajnë një rol të madh këtu. Barrat e padukshme mbi gruan shpesh nuk largohen as kur shtrihen të flenë. Apnea e gjumit, sëmundja që mbetet e pa diagnostikuar te gratë. Apnea e gjumit shihet shpesh si problem mashkullor, por 1 në 4 gra është e rrezikuar nga kjo gjendje. Problemi i vërtetë është se simptomat e gratë janë ndryshe, jo goritje fort, por dhimbje koke në mëngjes, lodhje thellë dhe luhatje humori. Si pasojë shumë gra diagnostikohen me ankth ose depresion, kur në fakt vuajnë nga apnea e gjumit e pa trajtuar. Çfarë mund të bëni? Shkenca ofron disa zgjidhje praktike, ulja e stresit nëpërmjet lëvizjes fizike, meditimit ose terapisë së shtapi parë. Për gratë, për periudhën e menopauzës, diskutimi me mjekun për mundësinë e trajtimit të simptomave bën ndryshim real. Nëse jetoni me partner, propozoni një orar të ndartë kujdesit ndaj fëmijëve gjatë natës. Disa minuta gjumë të shtuar mund të ndryshojnë cilësinë e gjithë ditës. Në fund, pabarazia e gjumit midis grave dhe burrave nuk është çështje e karakterit apo zakoneve, është pasojë e kombinimit biologjisë, kulturës dhe strukturave shoqërore që ka nevojë për ndryshim. Ndërgjegjësimi është hapi i parë.